Përshëndetje të gjithëve, selam. Paradoksi më i madh është tek disa komente që i shoh, domethënë disa që shajnë dhe ofendojnë jeni arab, jeni turq. Kur ja shef emrat edhe mbi emrat i kanë gjithë emrat arab dhe gjithë emrat turk. Emrat arab, mbi emrat arab, emrat turk, mbi emrat turk. Kurse këte i thonë o arab o turq, hajde merre vesh këtë muhabet. Thjesht për të ditur të gjithë ata që shajnë dhe ofendojnë për shkak të fesë dhe besimit tjetrit, faktikisht ata nuk janë as pak adhetar, as pak shqiptar të vërtet, as pak bashkombës të vërtet. Ata janë shërbëtor, argat të serbit, të grekut, të çdo lloj gjëje tjetër. Vetëm shqiptarët mund të jenë ata që ofendojnë tjetrin në emër të fesë dhe të besimit. Duan të mbjellin urrëtitje ndërfetare ndër shqiptarët, por nuk do t'i arrijnë.